Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin e Ledinës. Sot do bëj një video pak speciale, sepse do jem edhe unë pjesëmarrës në këtë video. Tani të shohim çfarë gjëra do ndodhin gjatë ditës. Çfarë do bëjmë sot? Sot kemi vendosur që Ledina të më thot për çdo gjë po. Për 24 orë. Sepse donte të ma bënte mua, por nuk pranova. Dhe me këtë ngulje vendosim që të ishte ajo në atë pozicion. So, le të shohim se çfarë do ndodhi gjatë vazhdimit të videos. Shihemi në vazhdim. Hey, tani po ju bëj edhe unë një përshëndetje, se pash e kështë hapur entri videon. Edhe përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri tek kanali im. Sot do t'i themi ndrit 24 orë po. Shpresoj mos më mundoj shumë. Edhe do t'a shihni edhe juve çfarë do thotë Indri. Mirëmëngjes, Zemër. Mirëmëngjes Indri. Sot çfarë dua nga ty? Çfarë do vëmë ti sot? Që të thuash po do të bësh një mëngjes kështu, super. Çfarë mëngjesi? Nuk e di atë ditin, po unë dua diçka për të ngrënë, kështu se jam shumë i uritur. E ke parasysh ti ku jam i uritur? Jo, se ka parasysh. Dua disa gjëra të mira. Ke kohë maksimumi 30 minuta. 30 minuta? 30 minuta. Po. Është shumë. Jo, shumë. Duhem pa kohë. Pa. Po s'ka, unë të dash maksimumi. O njërës, po mirë ti dash shumë mirë, sot më ka zajnë gripi, edhe ti më më bë një muaj këtë mëngjesion tyne. Po edhe unë jam i lodhur shumë, më dhem trupi, nuk grijem dot. Sa i poshtë rrim për sotin. Që kështu e ke ti radhe. Okej, ja se do të bëj një gjë shumë të mirë. Çfarë do bësh? Do të bëj një gjë shumë të mirë, është surprizë. Po s'më pëlqevi? Po si. Do të pëlqeje. Okej. E njerëz, mirë mëngjesi, sot është një mëngjes shumë i bukur. Të filloj të bëj mëngjesin e Indrit, por dua të them që më ka zënë një grip edhe e çuditshme. Temperatura është këtu 30 ca gradë. Njerëz, si mendoni si t'i bëj tost e Indrit? Shumë e mirë është. Hajde të bëjmë shpejt e shpejt, se kush rrimerret me Indrin. Mendoj se do i pëlqej tosta, pasi i bëra dje dhe i ka pëlqyer shumë me këtë proshutën që kam përdorur dhe me të vërtetë e bën shumë të shijshme tostën. Kështu që do ta bëj me këtë, do provoj një herë fatin, do e pëlqej apo jo. Tosta të bëndë, tani, heqim. Ja. Ajtë jam arrim të shqitja qëjma, që nga do të pëlqeje. Qa është kjo është mëngjesi? Po, shiko tani. S'kërëzim se i ke? Dje të pëlqemi shumë kjo tosta e në tash, dash jam ta provoj fatin, do shta i pëlqem. S'kërëzim se i ke? Po. E mos e mjesht. Nuk e bërë. E pranon. E ke umbitur sfidën me këtë që ke bërë, e ke umbitur sfidën që bërë. Oke, mos është sfide, unë do të them 24 orë po. Po. S'është sfide. Nuk e tha po se ke bërë atë që ke bërë. Po më the bëj një gjë të veçantë, ta bëra tostë. Po se ke bërë për ditë, o të gjithë veçantë. Me se s'ka problem, në si ka që në ambu. Se si e? Mos bëj si për gjëna, se di të pëlqeve shumë. Ku putë e di? Okej, hajde se do të jap drekën e mirë, pa. Do të ashtë. Ne. Nuk si do të shumë. Ju shtua me nuk. I mbaruam edhe mëngjesin, edhe tani Indri s'kënaqet asnjëherë me ndonjë gjë, kështu që s'është e kam shumë problem se çfarë jam. Kemi bëra të shëndeshte edhe këtu.
më falni për këtë flokët edhe për duken si e përgjumur, por me vërtet jam shumë e sumur edhe nuk mundem të rregullohem për momentin, por do rregullohem pasi do dalim jashtë. Kemi edhe bebisian këtu që donte të dilte në video. Edhe Indri, sot jemi veshur të tre njësoj. Hi! Tani po presim autobusin edhe më tha Indri që do dalim, por se ku nuk e di. Ku do shkojmë Indri? Ku do shkojmë? Do shkojmë? S'ku ka shumë vende këtu për të shkuar. S'ke nga shkojmë. Ok, nuk e di se ku do shkojmë, do t'ja tregojmë. Shikoni çfarë çupe ka thia. Çfarë çupe ka thia. Ka e Indri. Ja shikoj këpucët e Indrit. Ka çupe e Indrit. Ha? Thia. O zote engra. E jo njerëz, blevëm kafen e me Indrin, si ja blevi akullore, kinder edhe një ëmbëlsirë. Shiko kjo çupa si rritet. E shikoni? Çantën e krahë. Kokrën e qefit. Njerëz, deri tani sfida po më duket shumë e thjeshtë sepse nuk më ka kërkuar akoma asnjë gjë se përse duhet të them po. Shpresoj mos i të vështirë më vonë. Je gati për sfidë? Super gati, shpresoj të gjërat të mia që të them po. Okej. Atë nuk e dim, do ta shohim gjatë rrugës. Unë po mendoj që lëndit i duhe një pala krete. Lëndit. Që këshu je detyruar të blesh. Yes. Jesh sigur. Yes. Mos të shta ke kanë të ruar. Sot është dita jote me fat. Ua. Nuk e bërra, le të shkoj. Ona do më qëshë nga Zara. Qërë Zara me Zara. Apo në Jordan. Jordan, GD, Adidas, Nike. Nëse më që për të duash e pranoj. Ne pranon, e? Sa me qef e pranove këtra? Shpresoj mos ketë më vonë në sfida që Mirë, po e nisim fillimi me gjërat mira. Okej. Se nuk dua ta nis keq fillim. Në rregull. Pranoj. Okej, Gruaja jote. let's go. Sot me sa duket është dita për t'i thënë si as po edhe jo unë Indrit po, sepse do të vinte tek lojrat edhe ishte e pamundur që ne të vazhdonim. Kështu që do lodhim pak si janë tani, pastaj do vazhdojmë vetë. Bravo! Unë gjet vetë, po zbret vetë, u kënaq si ja. Bravo! Shikoni si ngjitet vetë kë. Bravo! Indri sa po I tha po sias për të ullur tek Max edhe për të ngrënë hamburger. Big Mac. Big Max. Këtu tek Big Max sa po mora disa libra, I gjeta tek një vend që kishin vendosur ata dhe I mora 3 libra sjes. Ku e ke këta? 2 janë për të ngjyrosur dhe një është për të lexuar ja. Të mësojmë pak suedisht ja. Wow. Këta. Shka. E shërgo të bëhe tek Zara. Ka super oferta sot.
Erdha tek Zara me Sian edhe Indri doli pak jashtë të picigare për të vi prapë që të vazhdojmë edhe sfidën. Ka në nxjerrë super ullje rroba. Jam duke shikuar rroba për Sian, por janë të mrekullueshme, shumë të veçanta, shumë të bukura. Të shikoj Sian sandallka, por shikoj sa të bukura. Shikoni sa të bukura që janë. Shikojmë pak çmimin. Kanë qenë 40 euro dhe janë 25. Kush të pëlqen më shumë ty? Ua, sa gjëra të bukura që ka. Sa me fatë të Indri. Shkojnë në të gjitha dyqaneve të tek Zara, nuk ishte atlete të bukura. Nuk e di pse nuk ishte. Ishin disa kodifare. Shkova tek H&M, atje akoma më keq. Kishin dalë sandalle, por mirë, më pëlqejnë, po këtu njerë bie shi, njerë është të ngrohtë, nuk kam vlen të blesh sandalle. Edhe dua në radhë për të blej njerë një pal atlete të bardha, sepse janë i kombinon në çdo lloj gjë. Dhe më vonë pasaj të shikoj për sandalle. Tash nuk e di se çfarë do blej, do shkoj edhe një herë në Pull&Bear. Edhe do vendos. O njerëz, jam tek Gjidia. Edhe po zjet atlete. Jo, jam për çupa. Edhe jam midis këtyre dhe këtyre. Këto ka shumë në Shqipëri, mirë ma bëjnë me sy, por edhe këto ma bëjnë shumë me sy. Do sa të bukura. Dhe kështu Indri më thotë do blesh këto. Dhe unë jam me detyrat që si të më po. Që do marrë këto. Ejo njerëz. Një po, ka që të bukur nuk e kësha ndërva në jerë. Tani dollë, edhe po presim trenin, dhe ikim në shtëpi, jemi lodhur shumë. Kemi erdhur në orën 1 këtu dhe ora është 6:30. Më shumë në iku koha duke qetësuar Sian sepse vetëm po qante. Jo se kërkonte ndonjë gjë, por është ngritur në orën 4 të mëngjesit, edhe i flihet gjumi, por këtu nuk po flinte, nuk po ezinte gjumi. Edhe kështu isha duke u munduar të vënë Sian në gjumë. Tani do ikim në shtëpi dhe nuk e di se çfarë do bëjmë. Shpresoj të mos më thotë Indri në një gjë të vështirë për të bërë, ndoshta në një gatim, nuk e di. Shikojmë. Dhe ja prova e parë e kaloi me sukses dhe besoj se është shumë e lumtur. Sepse ishte fillimi dhe si thash, fillimin do ta filloj me kem të mbarë. Po ne të shikojmë vazhdimin. Do t'ju tregoj sandallkat e Sian, si kemi bler 30 euro, domethënë 300 korona, dhe këto zgjodhi, po i zgjodhi shumë të bukura në fakt, janë më të bukura se ato që ishin të tjera atje. Por zbulova se tek Gjidia kishte atlete super të veçanta për familje dhe kur të më duhen atlete për t'i blerë Sian, do shkoj me patjetër atje, sepse ishin më lirë se tek H&M apo tek Zara. Njerëz, ne sapo erdhëm në shtëpi dhe mendojmë se do ta lëm këtu këtë pjesë. Dhe do ta vazhdojmë në një moment tjetër për t'ju treguar gjëra akoma më të bukura dhe do ta plotësojmë 24 orëshin tonë. Kështu që do shihemi në një moment tjetër. Hej, përshëndetje tek një video tjetër për të vazhduar videon. Ko unë i them Indrit 24 orë po. Tani kemi dalë dhe duam të vazhdojmë sfidën. Do t'ju tregoj se ku do shkojmë, edhe këtu kam një pamje shumë të bukur që do t'ju tregoj tani. Shikoni sa bukur. Dole? S'bë kanë atë zhurmën që mendoja unë. Ja. Ja edhe baby Sia. Sia. Dalta ka baby Sia. Kape. Sia, thua një përshëndetje këtu. Na ke munguar shumë. Ha?
Shikojeni pak si po bën plash në pishinë. Pishinë i Tanshin. Është Shatërvan. Majsia, s'ka faj. Ne ka marrë malli për dejt. Po ku është dejti, thuaj. Shiko si u lag, s'ka mas roba me vete, asaj se mbjen. Ndërkohë temperatura është mbi 30 gradë sot. Përshëndetje, dhe ja erdhëm në restoran. Çfarë dëshironi të porosisni? Shata e diti, unë vetëm duhet të them po. Për gjërat mira thua, po? Është gosa i mirë jam. Ndoshta mund të më porositë një gjë që unë nuk e kam qenë. Ja, po s'dua të të bëjnë të porosit një mix salary. Jo. Jo? Jo. Do të hash? Jo. Do të hash? Ose do të hajësia? Okej? Okej, do ta shikojmë për porositë. Shikoni çfarë porositi mua, shikoni çfarë porositi për vete. Normale. Je shumë i poshtër. Po si ja çfarë po ha? Kurse si ja mori kështu. Hajde ta ham hamburger. Mbarova punën, të bëra gati, edhe po rritim. O, jam shumë keq nga undët, nuk po i duroj dot, por më falni, s'kam çfarë bëj. Tani nuk e din nëse do dalim apo jo, por do t'ja u tregojmë gjatë rrugës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. I kemi bërë ditët kështu si të ndara, edhe nuk i kemi bërë një ditë të vetme, por brenda ditës mund të bënim shumë aktivitete, sepse kemi edhe shiam plus edhe me grip, dhe shpresoj ta kuptoni. Po luan e Indri. Jepi Indri. Fitonja. Paguam 2 euro për këtë gjë. Mos merr gjëra koti. S'ka pasje. Shiko si janë si rri. Kap. I këtë kap njërë në. Njerës. Njerës dolem neve, shkojmë në supermarket, blevëm në ushqime, do bënim një sfida atje, dhe do zgjidhja ushqime që donte Endri dhe jo ato që doja unë, por nuk arrita do ta bëja, sepse nuk po më linte stia, si gjithmonë po qante, po na stresove shumë dhe e lash fare. Edhe do shkojmë se çfarë do bëjmë darkën, do t'i them po edhe tani, derisa të mbaroj dita. Sa erdhem në shtëpi, burri po më gatuan. Ha? Wow. Çfarë po bën? Njerëz, Endri po skuq mish dhe e kemi bërë me disa erëza. Shikojmë si do dali. Ju duket e çuditshme që po shikoni Endrin duke gatuar. Po, ashtu po të edhe unë po vras mendjen përse. Me sa po shote ky vlog do shikoni një day, jo vetëm nga unë, por nga Sia edhe nga Endri, nga 3 bashkë. Kështu që është një gjë shumë e veçantë, besoj. Hama? Yes. Mos bëj shumë të tjerë. Ja. Dhe ta dini ju njerëz, shiko si është veshur Sia. Sa e bukur. Sa po erdhem tani edhe veshëm një pantutka, sepse kështu dëshironte Sia. Kemi bler nga këto gumi. Jo, nuk kam. I kemi bler gumi edhe tani po i ha. Na bëri pak zbor atje tek dyqani. Çfarë të bëjmë? E kaluam. Tani do ju tregoj edhe pak ushqime që bleva shpejt e shpejt. Si fillim bleva gjizë dhe do bëj disa kështu byrek. Mora tutku të shqipërie, mora nga këto edhe kështu gjërash. Pastaj mora bukë, mora 2 me salam, gjalpë, salcice, një për picë, vezë, mora dhallë, dhallë. Kjo është dhallë turke dhe është super e mirë. Kos, Hej, erdhem në fundin e kësaj video. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, megjithëse na mungonin disa gjëra, aktivitete të tjera, por ishte pak e pamundur me si. Sapo t'ja mbush mendjen Endrit që të më thotë po mua për 24 orë. Mezi po pres të vi ajo ditë. Do vi. Do vi, shumë shpejt. Do vi. Yes.
Sigurisht që jo. Ande tash mos thuaj jo se duhet të thuash po 24 ore. Po unë e kam periode. Mi. Pjo. Mi. Mos harroni të bëni like, comment, share dhe subscribe që të rritemi sa më shumë. Presoj shumë që t'ju ketë pëlqyer video dhe mirë pafshim. Kalofshi një javë sa më të bukur dhe shihemi tek videoja e radhës. mbase. Paçi! Bye bye.